Aloe vera, çfarë shkakton borrullat, tretjen dhe kapsllëkun? Mjeku jep lajmin e papritur. E njohur nga qytetrimet e lashta si bima e përjetësisë, aloe vera është shumë e lehtë për të rritur, por shumë pak njerëz i dinë përfitimet që ajo sjell. Për gjelin e aloe verës ka më shumë se 200 punime shkencore në mbar botën kërkimore, që kanë dalë në përfundimin se kjo bimë vërtet bën mrekulli. Është bima që mund të përdoret pothuajse në çdo gjë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Irritimet e lëkurës, pickimet nga insektet, problemet me mishrat e dhëmbëve, shqetësimet me tretjen, ndjesia e stresit dhe lodhja do të largohen pas aplikimit të xhelit aloe verës. Ju mund të arrisni vetë këtë bimë në shtëpi tek na prisni që ajo të nxjerrë lëngun e saj. Lëngu i saj përmban 92% ujë dhe gjithashtu përmban minerale, antioksidantë, aminoacide dhe enzima që ndihmojnë indet e reja të promovojnë shëndetjen e lëkurës. Ekspertët tregojnë se germaniumi është një element që trajton çrregullimet kardiake, probleme me syrin, rrit imunitetin dhe lehtëson dhimbjet. E pasur me vitaminën A, vitaminën E dhe C, aloe vera rrit qarkullimin e gjakut, zinku, kalciumi dhe magnezi, acidet yndyrore nuk i mungojnë gjithashtu kësaj bime. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni me përdorimin e aloe verës? Aloe vera mund të përdoret në ndihmën e parë. Aloe vera gel mund të përdoret për të zbutur djegjet dhe skuqjen nga dielli. Ajo gjithashtu mund të përdoret për të zbutur pickimet e insekteve dhe alergjitë. Ajo mund të përdoret gjithashtu për një përkujdesje më të mirë për shëndetin e lëkurës. A i dini se xheli aloe verës mund të zhvendësojë kremrat si një hidratues i përditshëm për lëkurën tuaj, sidomos për lëkurën e thatë. Aloe vera gel është e njohur edhe për minimizimin e shfaqjes së rrullave. Ajo ndihmon edhe në lehtësimin e çështjeve të tjera të lëkurës, siç mund të jenë ekzemat, psoriaza dhe problemet e ngjashme. Aparati juaj tretës do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i aloe verës. Pirja e lëngut të aloe verës mund të ndihmojë dukshëm në përmirësimin e dispepsisë, kapsllëku dhe simptoma të tjera të zorrve. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë në lehtësimin e ulçërave të stomakut, hemoroideve, infeksioneve të traktit urinar, gjithashtu edhe çështjeve të prostatës. Por shtimi i kësaj bime në përditshmërinë e dietës suaj sigurisht që do të ketë një impakt të mirë në shëndet dhe në lehtësimin e komplikacioneve të dhëmbëve. Aloe vera gel ndikon pozitivisht në shëndetin e gojës, duke përmirësuar kështu higjienën e mishrave të dhëmbëve. Duke marrë parasysh se xheli aloe verës mund të lehtësojë komplikacione të ndryshme të shëndetit, ajo mund të përmirësojë edhe uljen e nivelit të trigliceridëve në organizëm. Ajo është e njohur për vetitë e saj detoksifikuese, lehtësuese dhe rigjeneruese për shëndetin. Ndaj, nëse doni të merrni përfitimet e kësaj bime në përditshmërinë e dietës suaj, përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të keni në fund do të jenë vërtet mbreslënëse. Nga djegjet e diellit deri te pickimet e insekteve, xheli aloe verës është një produkt i zakonshëm që mund të japë përfitime të jashtëzakonshme mbrojtëse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. E përdorur gjërësisht për qetësimin e problemeve të lëkurës, por a e dini se kjo bimë e fuqishme mund të sjellë përfitime të mira në shëndetin tuaj ditor? Lëngu i aloe verës rezulton të jetë një mënyrë efektive për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm. Para se ta shtoni në listën tuaj të blerjeve, është mirë të dini se ekzistojnë 2 lloje kryesore të gjethteve të aloe verës. Sipas Mia Sin, specialiste ushqyerjes holistike, dhe Jen Silverman, ndajini përfitimet e lëngut të aloe verës në përditshmërinë e dietës suaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Sipas tyre, aloe vera është e pasur me vitamina dhe minerale të rëndësishme. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë si antioksidant, përfshirë këtu edhe vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E, të cilat mund të ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës tuaj nga stresi oksidativ. Gjithashtu përmbajnë minerale të rëndësishme siç mund të jenë edhe kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani dhe zinku. Shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre.
Shtimi i aloe verës në vaktet tuaja ditore do të lehtësojë shqetësimet që shkakton kapslëku. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë për të përmirësuar lëvizjen e zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si një zgjidhje afatgjatë, përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsult me mjekun. Fillojeni me doza më të vogla dhe zgjidhni gjithmonë lëngun që krijohet nga brendësia e xhelit. Aloe vera do të mbrojë kështu shëndetin e lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë një shkaktar i akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë atë edhe më të shëndritshme. Aloe vera do të ndihmojë dukshëm në kontrollin e sheqerit në gjak. Një studim i vitit 2015 zbuloi se ekstrakti i aloe verës tek personat prediabetik ndikoi në uljen e ndjeshme të ushqyerjes së dobët edhe kundër luhatjeve të diabetit pas ushqimit. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C, vitamina E që gjendet te aloe vera ka efekte antioksiduese që ndihmojnë gjithashtu edhe në reduktimin e inflamacionit. Aloe vera lufton radikalet e lira që shkaktohen nga ndotja, duhani dhe alkooli, shpjegon Silverman. Nëse trupi juaj është dëmtuar nga stresi oksidativ, antioksidantët ndihmojnë dukshëm në rigjenerimin e tij dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Aloe vera mund të përmirësojë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Fal përmbajtjes së vitaminës C, aloe vera do të ndihmojë sistemin imunitar duke mbështetur kështu edhe procesin e shërimit dhe përmirësimit të funksioneve të mbrojtjes së trupit. Aloe vera do të lehtësojë urthin dhe refluksin. Një studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës ndihmoi në lehtësimin e simptomave të refluksit të acidit tek personat që kanë çrregullime të tilla. Shtimi i aloe verës mund të përmirësojë ndjeshëm edhe sistemin tuaj kardiovaskular. Një studim i vitit 2024 sugjeroi se personat që konsumonin lëngun aloe verës, një përbërës që xheli i saj përmban, do të ulte ndjeshëm nivelin e triglicerideve pas vakteve, por këtë duhet ta bëni gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gabimet dhe gjithashtu për të mos ndikuar negativisht në shëndetin tuaj. Por kush duhet të shmangë përdorimin e xhelit aloe verës? Gra shtatzana nuk duhet të përdorin xhelin aloe verës sepse mund të nxjisë edhe kontraksionet e tyre. Nënat që ushqejnë me gjith të voglin e tyre për shkak të efekteve laksative që mund të ketë të vegjëlit. Personat me probleme të shëndetit gastrointestinal, sindromës së irrituar ose sëmundje të kronit, sepse mund të përkeqësojë simptomat e tyre. Në këto raste është më mirë që të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gjithashtu komplikacionet që kjo bimë mund t'japë në shëndetin tuaj. Por mund të përdorni gjithashtu edhe vajin e aloe verës. Vaji i aloe verës përmban shumë antioksidantë, vitaminën C, vitaminën E, vitaminën B, proteina minerale e të tjera. Ai përmban polisaharide, enzima, beta-karoten, çka do të ndikojë pozitivisht në një sër aspekte të shëndetit, duke evituar kështu komplikacionet dhe duke nxitur një rigjenerim më të mirë. Shëndeti juaj i stomakut do të jetë i pari që do të përfitojë nga bima e aloe verës. Vaji i aloe verës ka disa avantazhe mjaft të rëndësishme kundër inflamacionit. Ai ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë më mirë sistemin tuaj tretës. Ky vaj është me të vërtetë i dobishëm për të trajtuar sindromën e zorrës së irrituar, konstipacionin dhe refluksin e acidit. Gjithashtu, vaji i aloe verës mund të ketë ndikime pozitive edhe në mbrojtjen e shëndetshme të lëkurës. Ky vaj përshpejton procesin e shërimit të lëkurës dhe parandalon gjithashtu edhe shfaqjen e formave të shenjave të para të rrullave. Vaji i aloe verës gjithashtu mund të lehtësojë zgjerimin e kapilarëve dhe të ndihmojë në një dukje më të mirë të shëndetit të lëkurës. Ndaj përdoreni me kujdes dhe në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu gabimet në përdorim. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.